Kryetari Komunës së Ulqinit Genci Nimanbegu dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike në Komunën e Ulqinit mbajtën një konferencë për media, në të cilën shprehen edhe një herë qëndrimin e tyre unik që Ulqini nuk është në shitje. Kryetari Komunës së Ulqinit Genci Nimanbegu tha se shtuna e parë e prillit, e cila shënon edhe kremtimin e ditës së Ulqinit, do të shënohet me një protestë të hapur, e cila do të mbahet në plazhin e vogël me fillim në orat 12. Të shtunën e parë të prillit festohet Dita e Ulqinit, me program festiv, me miq nga vendi dhe rajoni, me përfaqësues të korit diplomatik dhe me qytetarë. Mirëpo, me që qëndrimet e kuvendit të Komunës së Ulqinit janë anashkaluar dhe nuk janë marrë përsipër, ne kemi vendosur që këtë mbledhje të kuvendit të Komunës ta mbajmë në ranë, me qytetarët tanë dhe miqtanë. I kemi anuluar pothuajse të gjithë aktivitetet festive, përveç aktivitetet të fëmijëve tanë. Ata duan të gëzohen, sepse këtë ne po bëjmë për ata. Ju kujtoj që kemi mbajtur 2 mbledhje të kuvendit në të cilët kemi treguar qartë se çfarë investimesh i duan Ulqinit, dhe që nuk pranojmë një mega investim si ai që është paralajmëruar. Përkundër kësaj, qeveria ka vazhduar përsërim në WhatsApp, në kundërshtim me normat evropiane, të marrë vendime për të ardhmen tonë dhe fëmijëve tanë. Prandaj kemi vendosur që të shtunën të shënojmë ditën e Ulqinit me qytetarë në ranë. Ne mendojmë që këto vendime janë të dëmshme dhe nuk guxojnë të kalojnë. Anash meje janë përfaqësuesit e të gjithë partive politike në Ulqin dhe të gjithë kemi njëjtin shqetësim, të njëjtin breng. Ulqini nuk është në shitje. Kuvendi i Komunës e ka thënë unanimisht se çfarë investimesh duan. Sot jemi këtu për të treguar një mesazh të qartë. E gjithë Ulqini flet me një zë. Mesazhet tona për qeverinë janë të qarta. Ne jemi pro investimeve dhe zhvillimit, por jo me kushte që dëmtojmë interesat e Ulqinit. Ne kërkojmë transparencë dhe pjesëmarrje, vendimet për të ardhmen e qytetit tonë nuk mund të merren në mënyrë të njëanshme. Ulqini nuk është në shitje. Identiteti, historia dhe pasuritë tona natyrore nuk mund të shiten për interesat të ngushta. Kjo protestë nuk ka flamuj politik. Është një protestë e qytetarëve për të ardhmen e Ulqinit. Turizmi është interes publik, kurse ndërtimi i banesave nuk është. Ne duam të zhvillojmë turizmin, por jo në dëm të natyrës, jo në dëm të ekonomisë së familjes ulqinake, jo në dëm të pasardhëve tanë. Ne duam të hapim vende pune në sektore tjera përveç turizmit, në teknologji, në nautik, mjekësi, prodhim, anijendërtim. Duam të zhvillojmë Ulqinin ashtu që të kemi ekonomi të qëndrueshme dhe punë për secilin nga ne. Në tokat e gjyshave tanë, nipat nuk bëhen qytetar trendit dytë. Të ju kujtoj, flasim për 10 kilometra gjatësi, 20 milion metra katror që do t'i humbnim për 90 vjet. Kjo nuk është ëndër e keqe, është një rrezik real. Vizatimet e ëndrave të dikuja mbi hartat e komunës tonë cenojnë ardhmërinë e fëmijëve tuaj. Jo vetëm fëmijëve tuaj, por edhe nipave e mbesave tuaj. Jo vetëm nipave e mbesave, por edhe stërnipave e stërmbesave. Dhe kështu mund të vazhdoj sepse tentohet qiradhënie për 99 vjet, pra për 5 breza. Neve këtu nuk kemi mandat nga ju për t'ju përfaqësuar 5 breza, dhe na duhet ndihma juaj, na duhet zëri juaj, na duhet prezenca juaj. Prandaj të shtunën në ora 12. Ju ftojmë të gjithë në ranë, të mëdhenj e të vegjël. Le t'i tregojmë qeverisë Ulqini vendos për veten e tij dhe se nuk duam t'i marrim bukën qytetarëve, nipave, mbesave, stërnipave, stërmbesave. Në festën e Ulqinit zakonisht kemi ftuar miq nga vendi e jashtë vendit. Të gjithë ato i ftoj përsëri për të qenë aty atë ditë. Zoti e bekoft Ulqinin e qytetarët e tij, nipat e mbesat e tij, për jetë e motë. Ju falenderit. Prve subote u aprilu slavi se dan Ulcinja. Uz festivalski program, sa gostima iz zemlje i regiona, sa predstavnicima diplomatskog kora i sa građanima. Međutim, pošto su stavovi Skupštine opštine Ulcinj ignorisani i nisu uzeti u obzir, odlučili smo da ovu sjednicu Skupštine opštine održimo na maloj plaži zajedno sa našim građanima i prijateljima. Otkazali smo gotovo sve svečane aktivnosti osim onih namijenjenih našoj djeci. Oni treba da se raduju, jer sve što radimo, radimo za njih. Podsjećam vas da smo održali 2 sjednice Skupštine, na kojima smo jasno pokazali kakve su investicije potrebne u Ulcinju.
i da ne prihvatamo mega investiciju kakva je najavljena. Uprkos tome, vlada je nastavila da suprotno evropskim normama i putem WhatsAppa donosi odluke o našoj budućnosti i budućnosti naše djece. Zbog toga smo odlučili da u subotu obeležimo Dan Ulcinja zajedno sa građanima na Maloj plaži. Smatramo da su ove odluke štetne i ne smiju biti potvrđene. Pored mene su predstavnici svih političkih partija u Ulcinju i svi dijelimo istu zabrinutost, istu bojazan. Ulcinj nije na prodaju. Skupština opštine je jednoglasna rekla kakve investicije želimo. Danas smo ovdje da pošaljemo jasnu poruku, cijeli Ulcinj govori jednim glasom. Naše poruke vladi su jasne. Mi smo za investicije i razvoj, ali ne pod uslovima koji štete interesima Ulcinja. Tražimo transparentnost i učešće u odlučivanju. Odluke o budućnosti našeg grada ne mogu se donositi jednostrano. Ulcinj nije na prodaju. Naš identitet, istorija i prirodna bogatstva ne mogu se ustupiti zbog nečijih uskih interesa. Ovaj protest nema političke zastave. Ovaj je protest građana za budućnost Ulcinja. Turizam je javni interes, a izgradnja stanova nije. Želimo razvoj turizma, ali ne na štetu prirode, ne na štetu porodica i njihove ekonomije, ne na štetu budućih generacija. Želimo otvaranje novih radnih mjesta i u drugim sektorima, tehnologiji, industriji, nautici, medicini, proizvodnji, brodogradnji. Želimo da razvijemo Ulcinj tako da stvorimo održivu ekonomiju i obezbijedimo posao za sve. Na zemlji naših predaka, naši unuci neće biti usluge. Podsjećam vas, pričamo o 10 km dužine, 20 km kvadratnih metara zemljišta koje gubimo na 90 godina. Ovo nije loš san, ovo je realna prijetnja. Crtanje nečijih snova po mapama naše opštine ugrožava budućnost naše djece. Ne samo vaše djece, već i vaših unuka i praunuka. Ne samo njihovih, već i generacija koje dolaze. I tako mogu nastaviti dalje, jer se planira izdavanje zemlje na 99 godina za 5 generacija unaprijed. Mi ovdje nemamo mandat da odlučujemo u ime 5 generacija. Zato nam treba vaša pomoć, vaš glas, vaše prisustvo. Zato vas sve pozivamo u subotu u 12 na Maloj plaži. Pokažimo vladi da Ulcinj odlučuje o sebi i da nećemo dozvoliti da se hljeb oduzme našoj djeci, našim unucima i praunucima. Na Dan Ulcinja obično imamo gosti iz zemlje i inostranstva. Sve njih ponovo pozivam da budu s nama tog dana. Neka Bog blagoslovi Ulcinj, njegove građanje, njegove unuke i praunuke, sada i zauvijek. Hvala. Kryetarja Kuvendit të Komunës së Ulqinit Ivana Popović në konferencën për media tha se vendimi që Dita Ulqinit të shënohet në këtë mënyrë është qetësime që kanë shkaktuar lajmet mbi zhvillimet e projekteve në komunën e Ulqinit. Ovo bi trebao uskoro dan da bude koji bi proslavili zajedno sa vama vezano za početak turističke sezone. Nažalost, Dan Ulcinja koji se slavi ove godine ne obilježava se svečano. Obilježava se protestnim okupljanjem i ja želim kao predsjednica Skupštine opštine Ulcinj jasno da poručim sljedeće. Odluka da Dan grada obilježimo na ovaj način rezultat je zabrinutosti i odgovornosti prema budućnosti Ulcinja. Projekti poput ovog kojih sprovodi poznata kompanija i za koje je čuveni biznismen Alabar budi ozbiljnu sumnju u pogledu transparentnosti, održivosti i očuvanja i razvoja turizma u Ulcinju. Naš grad ima pravo na razvoj, ali taj razvoj mora biti u skladu sa potrebama i voljom njegovih građana. Ovaj protest koji će da se održi u subotu u 12 časova nije protest napretka. On je protest netransparentnog odlučivanja i zanemarenja lokalne zajednice. Ulcinj pripada svojim građanima, ne interesima velikih investitora koji ne vide ništa dalje od profita. Pozivam sve građane u subotu da se mirno, dostojanstveno i jedinstveno okupe kako bismo zajedno poslali jasnu poruku Ulcinj se brani. Deputeti në Kuvendin e Malit të Zi dhe kryetari Unionit Demokratik të Shqiptarëve në Mal të Zi, Mehmet Zenka, u shpreh se vetë fakti që jemi të gjithë së bashku është një shenjë e cila tregon unitetin ton për interesat e mbrojtjes së qytetit. Vetë fakti që gjithë ne subjektet politike, cilët ndoshta janë të njoftur një këtë dekade për mosmarrëveshje mes veti, sot i shihni gjithë së bashku, është një shenjë i cili
tregon unitetin tonë për mbrojtjen e interesave të këtij qyteti. Kur dikush në mbledhje elektronike, tastatura dhe me aktivitete shumë dëshimta dëshiron të ta shkatërrojë ekonominë e një qytetit, të vendos për qytetin tonë, pa na pyet ne, të vendos për gjitha këto që kemi bërë këta 3 dekada që kanë investuar ky popull, dëshiron që me një nënshkrim dhe me investim megaloman shkatroj dhe të na marrë në ardhmin, ja vetëm fëmijëve tonë, por edhe brezëve të arshëm tonë për 100 vjet të arshëm. Ulqini do të mbrohet. Nuk është në shitje. Ulqini nuk është çka mendojnë ata. Ai zotnia s'dia ka me qenë edhe 1 vjet a 2 kryeministër. Edhe secili njeri i pjekur, edhe që ka pak nërshmëri në aktivitetet veta, kurse kishte marrë guximin që të shkatroj ardhmërinë e një qytetit, sidomos kur e shef unitetin e atij qyteti në kundërshtim me këto vendimet e tija. Kryetari i Këshillit Komunal të Lëvizjes Qytetare URA, Omer Bajraktari, u shpreh se bashkimi të gjitha partive politike është një jo e madhe e këtij qëllimi të qeverisë së Malit të Zi. Përgjigjja më e lehtë dhe më e mirë në këtë rast është apo në këtë vendosmëri të qeverisë së Malit të Zi që të tentoj në shitjen e plazhit të madh është që ne sot jemi unik, jemi të njëjtë në vizione dhe jemi të qëndrueshëm. Jemi unik, ashtu siç kemi qenë edhe gjatë kuvendit, 2 seancave të kuvendit të komunës së Ulqinit, ku një zëri kemi nisë mesazhet se jemi kundër tentativës së qeverisë së Malit të Zi për shitjen e plazhit të madh në një mënyrë jo transparente, në një mënyrë jo njerëzore dhe në një mënyrë e cila është jashtë interesave të ekonomisë së Ulqinit. Po ashtu jemi të unik në vizionet tona. Asnjëherë dhe në asnjë intervistë, dhe asnjë deklaratë, dhe asnjë seancë të kuvendit nuk kemi thënë se jemi kundër investimeve të huaja në komunën e Ulqinit. Përkundërzi, jemi shumë të hapur, jemi shumë pro investimeve të huaja, por ato të jenë në kuadër të ligjeve të Malit të Zi, në kuadër të planeve hapësinor dhe në kuadër dhe në bashkëpunim me komunën e Ulqinit dhe me këtë kuvend që përfaqësojnë qytetarët e komunës së Ulqinit. Po ashtu duhet të jemi të qëndrueshëm, sepse duhet të ndijmë se ndoshta ky është vetëm fillimi i një lufte apo një betejë për mos shitjen e plazhit të madh, për mos valorizimin e plazhit të madh në këtë mënyrë dhe përshëndes protestën dhe i ftoj të gjithë qytetarët e komunës së Ulqinit dhe jashtë komunës së Ulqinit që të na bashkangjiten në protestën e shtunës, në ditën e shtunës në 12 ora dhe që të nisim një mesazh edhe më të fuqishëm se sa kemi nisur në 2 seancat e kaluara të kuvendit komunal. Po ashtu duhemi të shtrojmë disa pyetje edhe qeverisë së Malit të Zi, pse ka vendosur që t'i shkel të gjitha ligjet që janë në fuqi në Mal të Zi, pse ka vendosur të shkel të gjitha apo të anashkaloj të gjitha planet hapësinor që janë në fuqi edhe në komunën të Ulqinit edhe në Mal të Zi, pse ka vendosur të shkel të gjitha konventat ndërkombëtare dhe të gjitha konventat ndërkombëtare dhe pse ka vendosur ashtu siç e kemi ndëgjuar më radh që të ndaloj rrugën në bashkimin evropian. Kjo është një pyetje jashtëzakonisht e madhe për komunën e Ulqinit, një pyetje e cila e te kalon 1, 2, 3 gjenerata, është një pyetje afatgjate dhe kështu ju ftoj që këtë betejë të gjithë së bashku ta fitojnë. Kryetari i Lidhjes Demokratike në Mal të Zi, Saubih Mehmeti, në konferencën për media u shpreh se doli në shesh djallëzia Milojko Spajić. Ashtu sikur edhe jeni në dijeni që prej para pak javësh doli në shesh djallëzia e kryeministrit të Malit të Zi, zotit Milojko Spajić. Edhe pse zotrinjt nuk do të duhej të ishin djallëzor. Mbase me të drejtë ju edhe mund të pyesni se cila është djallëzia në këtë situatë. E si mund të quhej ndryshe një veprim kur kryeministri i vendit tjetër thot e tjetër vepron. Këtë dua t'ju ilustroj me disa fakte. Në pyetjen e deputetit të zotëri Ilir Çapunit në kuvend,
drejtuar kryeministrit, po parafrazoj, se cili do t'jetë fati I të mirave detare, përgjigja ishte e shkurtër, e qartë, por edhe e drejtë. Përgjigja ishte kjo: fati I të mirave detare është në duart tuaja dhe ju do të vendosni. Po cili ishte veprimi I kryeministrit? E keni parë dhe e keni dëgjuar disa herë bile. E përcjellur edhe me disa protesta të grupeve të interesit për tenderin famoz për dhënien në shfrytëzim plazhet e Ulqinit. E dini shumë mirë se jo vetëm që nuk vendosen pushteti lokal dhe qytetare të Ulqinit, por në mënyrën më abuzive shtyhet afati I caktuar për mbylljen e tenderit me qëllim të pritjes për regjistrimin e një firme famoze për të konkuruar në 19 plazhe ku 9 prej tyre kalojnë në shfrytëzimin e kompanisë në fjalë. Rasti tjetër duhet ju kujtoj se me kërkesë të kryetarit të komunës së Ulqinit zotëri Genci Nimanbegut, para disa ditësh ftohet kryeministri I vendit në Ulqin për të sqaruar faktorët relevant në komunën tonë lidhur me situatën e krijuar në të mirat detare, edhe përkundër premtimit se nga kjo nuk I cenohet as edhe një e keqe komunës së Ulqinit dhe qytetarëve të saj, me padashje, kryeministrit I rëshqitin nga koka, ndoshta edhe me qëllim të dubaizimit të Ulqinit. Pra, këtë e bëri që Ulqini të shpallet si zonë ndërtimit, edhe pse Dubai u ndërtua në një shkretir, ndërsa plazhet e Shtojit, ku është vërtet një perl për që gjithë bota na ka në zili, për bukurinë e saj, natyrën e virgjër, vetit kuruse e rekreative të ranës së plazhit, që dekada me radhë ishte në shfrytëzimin e banorëve vendas dhe 10 mijëra pushuesve nga rajoni e jo vetëm, brenda ditës, pra me milionat e tillë brenda një sezoni veror. Ne nuk jemi kundër investimeve, përkundrazi, jemi shumë të interesuar për investitor strategjik, mbase edhe të kalibrit allabar. Por brenda ligjeve dhe planeve ekzistuese strategjike zhvillimore të komunës së Ulqinit, që do të ndikonte drejt për drejt në rritjen e ofertave ekskluzive turistike, por në anën tjetër të ruhet tërësia territoriale e zonës në fjalë, shfrytëzimi racional I plazhit të Shtojit në tërësi, pra në gjithë gjatësinë e vet 13 kilometrëshe dhe ruajtjen e ekosistemit. Duhet ju kujtoj se kur Mehmet Bardhi para 33 vitesh e quajti Mors Kozllo, pjesa më e madhe e politikës së atëhershme dhe në vazhdimsi së bashku me grupet e interesit e kritikonin pa hezitim, ndërsa sot po të njëjtit pajtohen se kishte pasur të drejtë. E çka të themi për situatën aktuale? Populli jonë na ka lënë një thesar të çmuar të kulturës, son në trashëgimi. Dua ta përdor sot një thënie brillante, sepse më duket se shumë gjet me rastin. Për rastin. Kanë thënë, mos na rapt me harrue. Gjithmonë me kuptimin se po të na bie një e keqe, do të harronim atëherë kur të na bie një e keqe më e madhe. E keqja më e madhe se kjo nuk ka. Në qoftë se Mehmet Bardhi e quajti Mors Kozllo, unë në këtë moment, për këtë projekt, do ta quaja Premier Kozllo. Ftoj të gjithë përfaqësuesit e partive politike shqiptare të cilët participojnë në qeverinë e Malit të Zi, ta rishqyrtojnë edhe një herë pjesëmarrjen e tyre në këtë qeveri, e cila po tenton ta shkatërrojë ekonominë e Ulqinit. Të dashur qytetar, duke qenë të vetëdijshëm se në bazë të këtyre fakteve të pakontestueshme, kemi të bëjmë me një mega mashtrim, e jo mega projekt, për të mirën e Ulqinit dhe qytetarëve të saj. Sot jemi në këtë konferencë për shtyp, për t'ju përcjellë juve të dashur qytetarë. Një mesazh të qartë se ne para jush dhe ju bashkë me ne, duhet të jemi në gjendje të parandalojmë një asimilim përfit të popullatës autoktone dhe një okupim masiv që ulqinakët në vend që të jenë pronar, ashtu sikur edhe janë, do të ishin në robër të kryeministrit dhe miliarderëve të tij. Andaj ju ftoj që të gjithë së bashku, me tërë antarët e familjes, të dalim në shenjë proteste masive ndaj të keqes më të madhe
që unë po e quaj Premier Skozlo, edhe është një ditë, pasi që është edhe një ditë e veçantë, pra dita e Ulqinit, ku të duhet ta festonim e të gjithë së bashku të gëzohemi kësaj feste, do të dalim në mbrojtje të identitetit, kulturës e traditës, pasurisë, vendit e nderit, e të themi jo mega mashtrimit se Ulqini nuk është në shitje dhe se qytetarët e saj as nuk shiten e as nuk blihen. Shtuna e parë e prillit, apo dita Ulqinit, e cila gjithmonë është kremtuar me fest, kësaj radhe do të kremtohet me protestën e hapur, me qëllim që Ulqini të mbrohet dhe ardhmja mos të shkatërrohet.